mbrëma, faleminderit që keni ardhur në konferencën e kombëtares, konferencën zyrtare pas ndeshjes miqësore në Bullgarinë. Jemi me trajnerin Silvinjo, si zakonisht. Do ta nisim me pyetje Sabina, lutem. Sabina Metër të Shesport, si pari komplimente dhe urime për fitore në këtë miqësore tuaj të parë. Ndërkohë besoj ndoshta ende herët për të folur, por besoj se keni krijuar pas kësaj miqësore një ide për grupin e Euro 2024-s. Forse un po' presto per parlare, però la domanda ci sta, forse avete già un'idea chiara per il gruppo che dovrà giocare nelle finali dei prossimi europei? Poi purtroppo no, perché dopo parte del lavoro di una nazionale è aspettare. Adesso l'ho detto a tutti i ragazzi che devono rientrare a vostra società, dobbiamo aspettare un mese più o meno, qualcosina in più per vedere, magari sia tutto a posto, sanno, giocando poi. Però la parte principale della seconda parte della risposta forse è noi sì, stiamo creando un gruppo e abbiamo lì 33, fino adesso sono 37 calciatori che è venuto da noi in tutte le convocazioni, poi è quello che ti dà molto buona sensazione che se non ci sta uno ci sta un altro, poi è un gruppo, è una rosa e quello è buono. Sigurisht puna në një kombëtare, në ekip kombëtar është diçka ndryshe dhe normalisht duhet presim dhe s'mund të them që kemi krijuar një grup lidhe me pyetjen që ju bëhet, por tani është rëndësishme që të kthehen gjithë në klubet e tyre dhe të rinisim punën, ndërkohë që na ka mbetur duhet presim edhe një muaj për të bërë të dy ndeshjet e fundit dhe të shohim se si do të vinë situatat deri atëherë, por sigurisht që ne po e ndërtojmë një grup solid. Deri tani kemi ftuar ose kemi pasur në gjithë të ndeshje rreth 37 lojtar që ne kemi parë, kemi grumbulluar dhe sigurisht që në gjithë të ndeshje bashkë me këtë grup kemi marrë ato disa sensacione të mira, disa ndjesi të mira për atë që na pret në të ardhmen. Trevisa Tupa, News 24, Mister, do na tregosh pak sekretin e këtyre golave kaq të bukur nga jashtë zone që po shohim çdo ndeshje, sa keni ardhur ju në çdo ndeshje edhe sot ishte një gol i tillë i Muçit. Cili është sekreti? Il segreto sono loro, loro calciano benissimo, è pazzesco, come Mucci, posso dire 10 nomi qua, Usuni, Sefferi, Cicalesci, Mucci, Boirami, Azzani, ma sono calciatori che calciano benissimo. Io ho visto poca gente calciare come calciano loro, tutto, e parlo di 6, 7, 8, ma prende la palla, ma è una caratteristica del calciatore, bella caratteristica, però dopo quando la palla entra o non entra, parliamo di rosa, di gruppo, di mentalmente forte, di gente che siamo lì, uno. Loro hanno voglia di lasciare tutto al campo. Mi ricordo anche, prendo l'opportunità per dire, il primo gol è bello perché noi recuperiamo una palla veloci, c'è un lavoro di squadra bellissimo fino ad arrivare il gol di Laci. Poi sono loro, noi gli diamo una direzione, gestiamo, siamo lì, però loro rispondono e stanno rispondendo bene. Pra sekreti I këtyre golave janë pikërisht lojtarët, ne kemi lojtarë që janë në gjendje të bëjnë goditje të tilla, goditje fantastike nga distanca, ndonjëherë është e çmendur kjo, por për shembull ne kemi jo vetëm Muçin që shënoi sot, por kemi edhe, unë mund të përmend shumë lojtarë të tjerë, kemi lojtarë si Uzuni, Seferi, Bajrami, Azani, janë lojtarë që kanë aftësi shumë të mira në goditjet nga larg. Dhe kjo ka të bëjë me karakteristikën e futbollistëve që ne kemi, jo thjesht me një strategji të caktuar. Por nuk sigurisht kur goli hyn portë është diçka e bukur, por mua më pëlqen të flas për grupin dhe më pëlqen shumë që ne jemi të gjithë të bashkuar, shoh që lojtarët japin maksimumin fush, për shembull mund t'ju them që ke goli I parë po ta vini re mënyra se si u ndërtuai goli, rekuperimi I topit, pastaj ai pasimi I Uzunit dhe deri tek goli I Muçit ishte një lojë skuadre, ishte lojë grupi. E detyra jone trajnerëve të stafit teknik është të menaxhojmë sa më mirë lojtarët, por sigurisht karakteristikat e tyre janë mbi gjithçka. En Oskar Çorotësha, Mister,
Sot ishte një ndeshje për të parë edhe alternativat, çfarë përgjigje morët ju nga lojtarët që kishin patur më pak minuta, po sidomos Uzuni që sot ishte për herë të parë si qendër sulmues, që është edhe roli i tij natyror, por edhe Muçi që e nisi si ansor dhe pastaj kaloi si pas shpinës sulmuesve. Si pe veçanërisht këta dy, po gjithë lojtarët e tjerë që ju provuat sot. Visto i nuovi entrati che hanno giocato oggi, specialmente Uzuni e Muci, che hanno giocato anche in diversi ruoli, poi hanno fatto movimenti diversi, però quale risposta credo da tutti i giocatori, specialmente da Uzuni e Muci? Prima di tutti, tutti gli altri calciatori che hanno andato al campo sono andati benissimo, forte, cioè Baliu, Lacci, Mihai, Veseli, poi Aieti ha fatto un'altra gara bellissima, poi tanti. Se parliamo di Uzuni, i Muci, sono calciatori che può fare diverso ruolo in campo. Muci è una cosa, io sono andato in Polonia, a Varsavia, a vedere lui, lo sapevo, su squadra giocano un 3-4-2-1, lui è uno del trequartista alla sinistra, praticamente lui era un attaccante, dopo l'attaccante lui è il primo che sempre entra, in quella gara anche lui ha fatto 2 gol, segnato 2 volte. Da noi è un 4-2-3-1, cioè cambia qualcosa il ruolo, non è semplice, lui è molto abituato ad andare alla ultima linea per attaccare e da noi lui è come un Bairami, un trequartista che arriva, cambia qualcosina, però lui può fare anche esterno di sinistra che ha iniziato là, Uzuni uguale, Ciuni è un calciatore, lo so, non è una domanda, però Ciuni è un attaccante, però fa anche esterno. Quello era un momento da provare un po' come si sente un calciatore, perché una nazionale non c'è tempo di allenarsi praticamente. Poi quello era un momento, per la più bella cosa è che loro hanno lasciato energia al campo, non si gioca a calcio senza energia, non si allena senza energia e loro hanno capito quello. Tutto allenamento che dobbiamo fare facciamo è con molta energia, è quello che loro lasciano in campo e dopo quello si vede la gente, è bello. Pra, jo vetëm lojtarët që përmendet Uzuni edhe Muçi, por gjithë lojtarët që u aktivizuan sot në këtë ndeshje bën një paraqitje shumë të mirë, mund përmendim Balliun, Laçin, Mihajn, Aieti, Veseli, të gjithë kanë bërë një ndeshje shumë të mirë, ndërsa sa i përket Uzunit dhe Muçi në rastin konkret edhe Uzuni janë lojtarë që mund luajnë disa pozicione të sulmit, i bëjnë shumë mirë në role të ndryshme, për shembull trajneri ka qenë në Poloni, ka parë Muçin në një ndeshje të Legës Varshavës. Lega Varshavës ishte skuadër që luan me skemën 4-3-2-1 dhe ai zakonisht luan në të majt, është pas sulmuesit parë, por është shumë afër vijës parë të sulmit dhe ndodh shpesh që ai te klubi luan shumë, është pak a shumë një sulmues i fshehur, ndërsa edhe Uzuni po ashtu është lojtar që mund ta ndihmojë në shumë pozicione të fushës, mund të përmendim edhe Çunin që po ashtu bëri një ndeshje shumë të mirë që lojtarë që mund luajnë në qendër të sulmit, por mund luajë edhe në krah të sulmit si winger, dhe ishte një mundësi shumë e mirë për t'i provuar këto lojtarë. Me një ekip kombëtar nuk ke shumë kohë për të bërë eksperimente, për të bërë prova, por gjithsesi jam shumë i kënaqur që lojtarët sot dhanë gjithçka dhe e kanë kuptuar më një herë atë që ne kemi dashur gjithmonë, futbolli ka nevojë për energji dhe pa energjitë e duhura nuk mund të kemi futboll apo ato rezultate që presim. Kështu që lojtarët e dinë këtë dhe kjo është pjesa më e mirë që hyn në fushë dhe dhanë gjithçka dhe luajnë me energjitë e duhura. Po tan? Minister, ndërtam prifti apo Cenjus, si e para, si është luash miqësore, u kujtuat dhe tjetra i morët përgjegjësi nga skuadra kombëtare të paktën të lojtarët që luajnë më pak në ndeshjet kualifikuese? Faleminderit. Prima domanda è come giocare un amichevole, perché non l'avete fatto prima. Come si sente giocare un amichevole da allenatore? E la seconda, hai ricevuto le domande, cioè le risposte che ti aspettavi dalla squadra e da tutti i giocatori in questa partita? Sì. La prima è del primo giorno, dopo di finire la gara di Repubblica Ceca, ho parlato con loro di Bulgaria e non esiste amichevoli, non esiste. E loro hanno capito subito, è il momento di giocare una gara, visto che c'è una gara tosta, dura. Dall'altra parte ragazzi io penso che è finita, tutto quello adesso con TV, che questa gara va in tutte le parti del mondo,
si vede in telefonino, poi c'è finita, è amichevoli, poi va al campo 22, vanno a 100 all'ora. Loro hanno capito subito chi dovevano lasciare dentro del campo l'anima, il cuore, l'energia che dicevamo prima, sono assolutamente soddisfatto di tutti loro. Pra jam shumë I kënaqur nga të gjithë ata. Unë fola më një herë me lojtarët pas ndeshjes me Çekin dhe ja bëra të qartë më një herë që shiko, ne luajmë me Bullgarinë, por termi miqësore nuk duhet fare të ekzistojë. Janë ndeshje për ne, për nga rëndësia janë gjitha një lloj dhe ata e kuptuan më një herë, sepse luanim siç e pami që ndeshje e vështirë dhe ndaj rivali shumë të fortë. Ju thoni miqësore, por realisht është ndeshje transmetohet kudo, shikohet në gjithë botën, ka të njëjtën shikueshmëri audiencë, kështu që është ndeshje shumë e rëndësishme pavarësisht se ne themi miqësore, për sa I përket paraqitjes lojtarëve, ato kanë vrapuar me maksimumi 100 km/h në fushën e lojës dhe kishin folur, ishin qartë që duhet jepnin maksimumin dhe më dhanë gjitha përgjigjet që prisja. Okej, kjo është dhe pyetja e fundit. Ju faleminderit edhe një herë dhe gjithë mirë. Nattene mirë. Buonanotte. Falmi dire.